Gjimnazit, shkojmë në një gjë shumë të shishme në Gjakov. Kam përshtypjen që Flori ja ka qelluar sot, ka shku te Samunat në Suxhuk, apo jo Flori? Po, Arben, jemi këtu në furën Dardani, një nga furat më të vjetra të Gjakovës, se është e pamundur me hal Gjakov këtu dhe mos me i provu, po mos me arë tek Samunat në Suxhuk, dhe më thonë një nga traditat dhe specialitetet që Gjakovarët e bojnë mas mirë ti, po shojmë këtu në pat një fluks të madh të qytetarëve që nga momenti kur erdhëm në këtë furë, dhe më thonë që në këtë ditë të gjetë po presim për Samunat në Suxhuk, të kemi nga ofër edhe njëri bokjes, përshëndetje nderuar, mund të prezantoheni? Si e ta Holandi? Po shohim një fluks të madh të qytetarëve, ashtu çdo ditë apo e diela apo ditë vikendi? Zakonisht vikendi, shtunë dilla është të guxhëm, po sot pak më tepër. Arsye që vinë prej qyteteve të tjera ku jetojnë puna me votu. Më thonë kollën nga qytete të tjera që vinë. Jo, apo të Gjakovarë që jetojnë në Prishtinë zakonisht. A ke votu sot? Jo, alo. Ku me votu? Po, gjithsesi si ta kryj punën. Çka prisni një 4 vjeçare në arshëm? Presim mirë diçka. Flori, a mund të na tregoj pak procesin e bërjes së Samunit? A mund ta ndjekim drejt për drejt Samunin me Suxhuk teksa përgatitet? Tash u futën në furrë disa prej tyre, na shpjego pak procesin këtu, është shumë e bukur kjo. Procesin, ja Arben, na shpjego pak procesin e bërjes së Samunat. Sot domethënë kur e bëjmë përgatitjen edhe pjekjen. Stafi mbrëmshëm në atë që përgatisin grullin. Sa Samuna për afërsisht në një ditë djele? E njekim tregën, s'kena numër diçka të saktë. Sipas kërkesës së. Ky është procesi me që është brumi, që shtrihet, pastaj copat e Suxhukut që hedhen përmbi. Hynë në furrë, ndërsa ja këtu nëse mund ta fokusoj nga prej largu kameramani preka, domethënë këto është procesi i bërjes së brumit dhe samunave. Mos ty mandej se është për çështje higjienike, në fakt mos të rrezikojmë. Procesi i pjekjes, domethënë po shohim një fluks mos ta pengojmë biznesin në fjalë. Më herët që po presin në radhë për Samunat e famshëm të Gjakovit, domethënë Samunat me Suxhuk, që vërtet duken shumë të shishëm. Kushdo që nuk keni ngrënë mëngjes në këto momente, jeni duke na ndjekur, kam përshtypjen që jeni duke përjetuar një krizë momentale. Mos u cytni, është te i kaluese. A ka Samuna edhe për Arbenin, ami? Po, përshëndetje. Thuaj i lumshin durt, punë e mrekullueshme dhe shumë e shishme. Arbeni nga studio po thotë ju lumshin durt që po bëni një punë mrekullueshme. Faleminderit, qysh. Dhe shohim Arben, ta po ta premtojnë edhe një Samun me Suxhuk. Fale Arben. Faleminderit shumë, e presë në studio Samunin, kurdo. Flori, të lutëm pështjellë mirë një Samun me Suxhuk edhe kurdo që vjen në mbrëmje e sjell këtu, a? Patjetër në mbrëmje. Patjetër, kena më ta pështjellë mirë në mbrëmje. Tregoj që një kolegi imi te kjo furra i merr të Samunat me Suxhuk nga Gjakova, edhe krejt javën e kaleke me Samun me Suxhuk, i ruante. Fantastike. Tregon një histori interesante se si një koleg i tij në këtë furrë, në furrën Dardani ka marrë Samuna rregullisht dhe e ka shtyr gjithë javën me Samunat me Suxhuk. Cili? Nuk do ka thënë emrin tash, nuk do ta kesh përdor, po vërtet vinte nga Gjakova në Prishtinë në fillim të javës, sillte shumë Samuna, miq. Edhe krejt gara e neve kolegëve tjerë ish me zbulu ku i ka rujt Samunat kolegu në fjalë. Edhe po qëllonte që mja zbulu në atë hanën ku i ka fshe Samunat në cilën pjesë të ambientit ku punonim, përfundon të pa Samuna. Fantastike, shini pamja është shumë e shishme. Punë të mbarë edhe ju lumshin duart, i thuaj ekipit
Besoj që do të kemi ditë të mrekullueshme dhe të shishme, ashtu siç e kemi edhe procesin zgjedhor dhe gjithçka tjetër në Republikën tonë. Po, Po një dhe kjo mos më qoftë Marova dhe kjo. Sa mund të bëjë qoftë. Është Arben po duken vërtet të shishëm. Ja, jam duke dalë edhe nga fura, po më duket për pak. mirë, kombinojmë pamjet edhe nga Samuni Mesuzgjuk edhe nga procesi votimit atje. Me zë mbesim në Gjakov. Gjithë vëmendja tek ju është Flori. Më thonë deri në ora 6 kemë bashkë, Arbenit ja lënë Samunin e Po, fundet. Para se më mbyll vend votimet, Arbenit Samunin e dhamën. Arben duket se fundit e ke për ty dhe do nisë për Prishtinë tani. Okej, fantastike, po. Kam përshtypjen që do të nisesh më herët çfarë shumë jam mundu. Jeni po me drejt. Fantastik. Vetë edhe anëtarët e tjetë stafit e regjin që ta di ma të përgatit sa copa dhe do nisëm me njëherë tani pas të fundimit të procesit zgjedhor. Acum știu imediat să se înlușă ai obicei și băi. Kënë edhe të ka qytetarë shumë të rrallë që përpresin kanë ardhur për orëve të para të hershme të mëngjesit, dhe më thonë që janë duke pritur në rrallë për Samunat Mesuzgjuk, një shtypë si madhë. Unë me prekën një po presim që dalin Samunat. Flori, falenderit shumë për këtë lidhje, koncentrohemi tash në prizren tek procesi i votimit, natyrisht me qëllimin që dhe të mos i pengojmë punën së mrekullueshme të furtarëve në Gjakov. Mbesim me pamjen nga Prizreni ku qytetarët po e hedhin votën e tyre.